Me 186 kandidatë që kanë hyrë në garën e 11 majit Partia Socialiste, por si çdo listë edhe ajo mund të krijojë pak kënaqësi pasi një pjesë e deputetëve aktual u futën në listë hapur dhe një pjesë prej tyre nuk janë më fare. Por me sa duket mes socialistëve nuk ka hatërmbetje me kryeministrin Rama, cili do qoftë vendimi për ta për t'i lënë në listë hapur apo për t'i hequr fare nga gara. Mërzitje nuk ka patur mes atyre që janë lënë jashtë listës. Lavdim Krashi është një ndër ta i cili thekson se pas 4 vitesh në parlament largohet balli lart. Shumë të nqeshur sot, mezi pres të shkojnë në parlament, kjo është detyra ime për të qenë në parlament për 4 vite. Kjo për mua ose kam problem fare, kjo është puna e 15 që kam bërë në karrierën time profesionale. Asi që mbetje? Fare, asnjëherë. Si ka mos lidhje me individ kjo. Unë pas 4 vitesh parlamentin e Shqipërisë largohem ball lart, kret krenar dhe faqebar. Bujar Çela tha se pavarësisht se nuk do të jetë në listë, do të kontribuojë për Partinë Socialiste në terren. Edhe Nasip Naço nuk është shprehur i mërzitur. Përkundrazi, sipas tij, vjen një ditë që duhet edhe të largohesh. Ai u shpreh se nuk ja ka tashmë asnjë borxh Partisë Socialiste, e as ata atij. Eduard Ndreca nga ana tjetër ka theksuar se do të bëjë të pamundurën që të fitojë lista e Partisë Socialiste, ndërsa Toni Gogu është një ndër emrat që do të jetë pjesë e listës së hapur. Ai është shprehur i lumtur dhe i privilegjuar. Garë shumë e fortë, është një garë shumë e fortë, po janë shumë i lumtur që më jepet mundësia që përsëri të gjithë qytetarët e Tiranës të mundet që unë të shërbej aty. Shumë të nderuar, kjo nuk bëhet fjalë për të fituar unë, bëhet fjalë që Partia Socialiste të mundet të vazhdojë atë vizion që ne kemi që ju më shikoni për ditësisë. Një emër big në listën e hapur të Tiranës do të jetë edhe Pandeli Majko. Pyetjeve të gazetarëve socialisti u përgjigj me një buzëqeshje të gjatë deri në dyert e kuvendit, po kur pyet nëse i trembet garës tregoi me gisht jo. Arben Pëllumbi, një emër tjetër në Tiranë, do luftojë për të qenë deputet për mandatin e ardhshëm, ndërsa për Mimi Kodhelin është thjesht një sfidë e radhës.